1 qershori merret si një ditë që manifestohen shumë aspekte të investimit tek fëmijët, me vetë faktin që fëmijët janë pjesa më e ndihshme e shoqërisë. Ne si prind, po unë çdo herë nisem nga jo ne si shoqëri çka bëjmë për fëmijët tanë. Mu më vjen shumë keq kur vazhdimisht shoh fëmijë në rrugë, fëmijë të cilët keq përdoren nga të rriturit. Ne të rriturit jemi ata të cilët duhet t'u ofrojmë siguri, stre dhe përkrahje fëmijëve, ndërka që nga ana tjetër ne i keq përdorim të drejtat e tyre dhe keq përdorim obligime që kemi ne si të rritur dhe si prind. Me vetë faktin që ne si prind kemi obligime për mirëqenjen, për ta mbajtur atë mirëqenjen e fëmijëve, nga ana tjetër gjithashtu duhet të jemi përkrasit më të madh të fëmijëve. Kjo për arsye, prandaj edhe më gëzon fakti që Litera Akademi sot ka organizuar një manifestim me të vetmen arsye për të ngritur atë ndërgjegjësimin se fëmijët janë një qenje më e brishtë e shoqërisë dhe duhet në një farë mënyrë të edukohemi para tyre në aspektin teknologjik, për shkak se është shumë sfiduese kjo koha e edukimit dhe rritjes së fëmijëve në kohën e teknologjisë. Unë vetë jam prind, unë jam vetë profesores dhe përdorimin e teknologjisë nuk mundi ta shmang në asnjë mënyrë, veçanërisht tani me inteligjencën artificiale e cila është duke na parapri. Prandaj, në një farë mënyre, të edukohemi që në mënyrë më të dobishme t'i përdorim këto teknologjit artificial. Gjëja tjetër, më pëlqen shumë që Litera Akademi shpërndan edhe libra në përshkolla, shpërndan edhe revista në përshkolla, dhe në një farë mënyre mundoj që këtyre fëmijëve të ri, të cilët as pak nuk duan të lexojnë, t'u ngjalla dashurin për leximin. Andaj do t'u kisha apelu prindërve që fëmijëve të tyre të mundohen t'u ngjallin atë dashurin që të lexojnë libra, për shkak se fondin e fjalëve të cilët e përdorin fëmijët tonë në ditët e sotme është shumë i vobek. Mu pikërisht për shkak se të gjitha gjërat mundohen t'i kenë gati nga teknologjitë informative. Ajo çdo informatë që ata e marrin është e besuar dhe është e sigurt dhe është e saktë. Prandaj duhet kontroll maksimal, ne si prindër të gjejmë mënyrë t'i kontrollojmë. Ka programe të ndryshme që instalohen nëpër aparatet e tyre që të mund të kontrollojnë. Andaj do kisha dashur që të rinjtë e sotëm të lexojnë më tepër. Që nga, domethënë, fëmia të sheh në shtëpi që prindi lexon, domethënë të ketë atë aspektin e të lexuarit detyrë të përditshme. Këtë kulturë që të formohet si kulturë dhe edukim leximi. Këtë e bëjnë, domethënë këtë e marrin fëmijët nga prindrit e tyre. Nëse një fëmijë sheh që prindi i tyre lexon, kjo është e pashmangshme që edhe fëmia nuk do të lexojë.